Autoboti mbushur me zift është përfshirë nga flakët ndërsa po furnizohej me naftë në një pikë karburanti në autostradën Tiranë-Durrës në afërsi të komunës Kashar, duke rrezikuar seriozisht edhe depozitat e karburantit. Autoboti me targa italiane CP 258 VC, i cili drejtohej nga shtetasi italian Giuseppe Falco, është dekur tërësisht. Menjëherë në vendin e ngjarjes ka mbërritur 5 zjarrfikse, të cilët bën të mundur izolimin e flakëve. Menaxheri i përgjithshëm i kompanisë së karburantit për Ora News tregoi për ngjarjen e ndodhur. Unë aktualisht nuk kam qenë këtu. Mu lëmruan në telefon kompania që kështu ndodhi në fillon pikë. Unë jam menaxheri i përgjithshëm i kompanisë, edhe erdha për ndihmë. Në momentin që erdha unë këtu, mora punojësit i pyeta përgjegjësit e pikës janë këtu. Edhe më shpjeguan si histori. Ka marrë makina e ziftit, është makineri zifti, përbulimi i ziftit që bën asfalt. Ajo ka marrë nga mrapa, nga zifti nxehtë ka marrë nga mrapa kamionit, si më thonë. Shitsi, në momentin që ka marrë flak, ka hequr pistoletë, ka sakuar gjithçka për mos krijuar dëm më të madh. Depozitet e karburantit janë të siguruar. Ka valva sigurimi. Personi italian është larguar. Dikur tani erdhi dhe e mori policia, por dëshmor edhe si ndodhi ngjarja. Përveç dëmeve materiale, fatmirësisht nuk pati të lënduar në njerëz. Për shkak të rënies së zjarrit në autostradë, u krijua një trafik i dendur.